Pesë anëtarët e opozitës të Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit kanë zhvilluar një konferencë për shtyp, nga ku kanë kërkuar që Këshilli të rimblidhet ditën e martë, pasi mazhoranca vendosi ta shtyjë mbledhjen pa afat për imunitetin e Belinda Ballukut. Kemi kërkuar dhe kërkojmë me forcë mbledhjen një ore më parë të Këshillit të Mandateve për të miratuar kërkesën e prokurorisë. Bashkëndajmë shqetësimin që prokurorët e posaçëm informuan dje në kuvend se çdo ditë në liri e Belinda Ballukut nënkupton cënim të hetimeve, prishje të provave dhe intimidim të dëshmitarëve. Dhe kërko thirrjen e menjëhershme në fillim të javës të mbledhjes së Këshillit të Mandateve për të dëgjuar kërkesën e prokurorisë, për të dëgjuar argumentat apo mbrojtjen që ka për të bërë e pandehura Balluku dhe për të marrë vendimin për të rekomanduar seancës plenare dhënien e autorizimit për arrestimin apo heqjen e lirisë ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas demokratëve, Edi Rama po pengon drejtësinë. Kërkesa e prokurorisë, përveç se është argumentuar ligjërisht, mbështetet nga një numër i konsiderueshëm provash, rreth 80 prova të ndarë në disa volume, në mirafaqe, që provojnë atë që në fakt është e vetmja detyrë që ka kuvendi, të kontrollojë nëse është apo jo një akuzë politike, dhe kërkesa e prokurorisë provon përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se kërkesa është mbështetur ligjërisht dhe nuk ka asnjë të dhënë për akuzë politike. Është merri Edi Ramës sepse drejtësia i ka shkuar në parallomën e tij dhe është frika e Edi Ramës nga ajo që Belinda Balluku di dhe mund dhe provon se urdhrin për të ndarë çdo procedurë prokurimi, për të caktuar dhe paracaktuar çdo fitues në çdo procedurë prokurimi, ka qenë i Edi Ramës. Në fjalën e tyre, demokratët vlerësuan integritetin e prokurorëve të SPAK-ut lidhur me hetimet.